Rozana ngacmon Gjestin dhe e vë në siklet me pyetjet e saj personale, duke shkaktuar të qeshura mes banorëve. Teksa ndodhen në kuzhinë, Rozana, me një buzëqeshje ngacmuese, i drejtohet Gjestit dhe i thot me ironi: "Hajde, Gjesti, na trego pak, sa fëmijë ke dhe sa të dashura ke pasur deri tani?" Banorët e tjerë, të intriguar nga pyetja e saj, ndalojnë atë që po bënin dhe fillojnë të qeshin, duke pritur me kurreshtje përgjigjen e Gjestit. Gjesti, i befasuar, e sheh Rozanën dhe tund kokën duke qeshur. "Po ti ç'të duhet moj Rozan? Po bën investigim këtu? A mos je duke shkruar ndonjë libër për jetën time?" thot ai, duke u përpjekur t'i shmanget pyetjes. Por Rozana nuk ndalet dhe e shtyn më tej bisedën. Jo, se jam shumë kurioze. Se si duket, ti je me shumë eksperiencë, prandaj dua të di sa zemra ke thyer deri tani, thot ajo duke qeshur. Banorët fillojnë të bëjnë zhurmë, disa e mbështesin Rozanën dhe e nxisin Gjestin të përgjigjet. "Hajde, Gjesti, mos u fshi, trego tani", thot Amber duke qeshur. Gjesti, i cili duket se po e shijon vëmendjen, buzëqesh dhe thot me një ton ironik: "Dëgjoj, Rozana, numrin e fëmijëve nuk ta tregoj, se nuk dua të jap shok, por për të dashurat hajde, po të jap një shifër afërsisht mbi 100." Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Gerta, e cila po dëgjon bisedën, ia kthen me shaka: Mos na gënje, se s'të kemi parë me asnjë vajzë seriozisht." Të gjitha i trajton si lojë. Gjesti qesh dhe i përgjigjet: "Po unë kështu jam, ç'të bëj? Jetën e marr me sportivitet." Rozana tund kokën dhe thot: "E dija unë. Po prap s'na the të vërtetën. Hajde, po të jap edhe një shans tjetër. Kush ka qenë dashuria jote më e madhe?" Gjesti e mendon për një moment dhe pastaj buzëqesh me dinakëri: "Po prit, mos ndoshta je ti." Banorët shpërthejnë në të qeshura dhe fillojnë ta ngacmojnë Rozanën, e cila bën sikur skuqet dhe ia kthen me shaka: "Po të isha unë, s'do të ishe këtu sot, do ishe me mua jashtë." Biseda vazhdon mes të qeshurash dhe shpotitjesh, ndërsa Gjesti dhe Rozana krijojnë një atmosferë lozonjare, duke u tallur me njëri tjetrin dhe duke argëtuar gjithë shtëpinë.